Partia Socialiste e Qarkut Shkodër ka zhvilluar takimin elektoral në sheshin para Bashkisë Shkodër. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga 3 kandidatet, Gjenis Çela, Mariana Koçeku dhe Dona Bilali, ka deklaruar se kandidatet socialiste janë lulet për Shkodrën e 11 majit. Lulet i dum për Shkodrën dhe Shkodrën e dum lule. Nuk di që atë them se më vjen me fol dhe i nesër këtu për demokratët e Shkodrës, po shpresoj shumë që këtë herë t'jenë, thash, minimalisht të një Luciano Pavarotti në vërtet, maksimalisht të vinë edhe të myllin honën, të votojnë pesën aty, ose po nuk ja u dha zemra fare të votojnë pesën, kanë gjithë të kandidat tu, kanë të majtë, kanë djatë, kanë vajza, kanë gra, kanë bura, kanë djemi, kanë të gjithë nga këtu, edhe ta dhejnë një kryq atje që mos hynë gjunaf. Rama tha se Partia Socialiste nuk lufton për 71 mandate, por shumë më tepër që të garantojë Shqipërinë në Europë. Në 11 maj ne nuk jemi në garë për 71 mandate. Ne 71 mandate i kemi tani edhe mund t'i... Por 71 mandate mjaftojnë për të qeverisë, mjaftojnë për karriget e parlamentit, për deputetët, por nuk mjaftojnë për të pas siguri që ne do t'i mbyllim në 2027 negociatën me Bashkimin Evropian. Pse nuk mjaftojnë? Pse nuk mjaftojnë? Atje negociohen qerek milion faqe. Mbi 250.000 flet që nuk janë komente Facebooku, po janë kritere, regula, masa, ligje e tjere. Dhe duhet bim dakord me ta për çdo gjë, për drejtësinë, për ekonominë, për peshqit, për zogjt. Duhet bim dakord për gaforret, për midhjet, për gjitha. Për sigurinë ushqimore, për gjitha. Dhe mbasi bim dakord atje, që po, këtë do e bëjmë, duhet vim këtu edhe t'i bëjmë. Duhet shkojmë parlament, bëjmë ligjin. Tani e parafityroni ju që ne të vim parlament, edhe duhet me fol me Kënetën për të bërë ligjin. Ndërkohë që Këneta e ka fillu këngën dhe marrni mend. Në 11 ndarke do thot fitum. Në 12 mjes do thot qëndroni fort të kutit se fitoria është kuti. Në 12 masdite nuk do flasin, në 13 mjes do thot i vodhën, na i morën. Është zgjedhja më e madhe historisë, sepse do t'jetë fitoria më e madhe historike e Partisë Socialiste.